Çmimi i perimeve bazë në tregjet me pakicë të fierit ka shënuar rënje drastike, krahasuar me 2 muaj më parë, kur specat dhe domatet shtiteshin me çmime deri në 600 lekë. Sot, 1 kilogram domate po shitet me pakicë 80 lekë, ndërsa tregtarët thonë se çmimi do të vazhdojë të bjerë, duke shënuar për këtë periudhë rënje rekord. Konsumatori është shumë mirë, nuk është nevoja me ulje ngritje, është shumë mirë. Edhe çik më lart mirë do ishte. Mirë do ishte, çik më lart, pak të 1000 lekë. Vjet në këtë sezon, po thuaj se afërsisht ja çmimi. Allokorin importi, po të iki vendit jashtë, ngrihet çmimi. Po. Çmimi arsyeshëm. Sa tori edhe qershia ka vajtë 3000 lekë, e shullur, mjaftueshëm. Periudhë art për konsumatorët, por jo për fermerët. Çmimi i ulët i perimeve të shportës si domate, trangull, speca, qep dhe patate është rezultati i prodhimit të mbarë në zona si Berati, Frakulla, Divjaka dhe Roskoveci, ndërsa mungesa e eksporteve bën që i gjithë produkti të shkojë në tregjet vendase duke ulur çmimin. Ka rritur domate për tokë. Pa çmim pasa. Ka prodhim të mbarë. Nuk e me eksportet, nuk e dim ç'a bën me eksportin. Edhe ka në 0, 7. Edhe me 5 do arrin. A më këto vëllai tani. Ka shumë domate. Arrim neve tani si tregtar, dhe mjesa tjenë, tallemi rrogë me prodhuesat. Ju nga zoti. Ke bëjmë shaka me ta, jo se me shaka me shoqërinë tjetë edhe. Sa i thotë, me 3000 lekë, me 4000 lekë, me 2000 lekë, ju nga zoti. Që nuk dej jetë, shansë më që të hap gojë. Me pazar kyçe për tek. Jo gjuna. Në këtë periudhë të vitit dalin në treg ato që quhen perime të hershme të serave. Deri 1 muaj më parë mbizotëronin produktet e importit, të cilat kishin çmime të larta si pasojë e krizës së shkaktuar nga lufta në Iran. Në qarkun e fierit, çmimet u rritën dhe pas dëmeve nga përmbytjet që ulën sasinë e prodhimit.